3 armë zjarri dhe municione luftarake janë gjetur nga policia kufitare në një automjet tip Land Rover në portin e Durrësit, të cilat dyshohet se do të trafikoheshin në Afrikë, ndërsa u shpallur në kërkim autori dyshuar. Automjeti ku u gjetën armët prej më shumë se 2 vitesh qëndronte në një kontenier në portin e Durrësit, pasi dërguesi nuk ishte paraqitur për të bërë procedurat doganore. Policia bërë me dije se automjeti tip Land Rover me armë dhe municione luftarake kishte hyrë në Shqipëri nga Kosova në datën 22/12/2022 me destinacion Republikën Demokratike të Kongos. Pasi autoriteti degës së doganës në Durrës vendosi hapjen e kontenierit më datë 4 qershor, brenda automjetit u gjetën të fshehura në një hapësirë të përshtatur 2 arma automatike, një pistolet, 1580 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm dhe 12 krëra fishekësh për armë automatike dhe pistolet. Siç shihet edhe nga video e policisë, armët ishin fshehur poshtë motorit në një vend të përshtatur dhe ishin të mbështjellë me qese të zezë. Policia identifikoi poseduesin e arsenalit të armëve, një 24 vjeçar nga Kosova, dhe ka shpallur në kërkim për lokalizimin dhe kapjen e tij. Armët e sekuestruara do t'i nënshtrohen analizave teknike me qëllim verifikimin nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale të mëparshme.